Ministrat e rinj të BDI-s postet e tyre i kanë të sigurta vetëm deri në formimin e qeverisë së re që do të organizojë zgjedhjet e parakohshme. Partia Ali Ahmetit formatimin e kabinetit qeveritar sipas të gjitha gjasave do ta shfrytëzojë për të ndërruar disa nga kuadrat e saj në ekzekutiv. Një funksionar i lartë i kësaj partie në kushte anonimiteti ka thënë televizionit Alsat se për shkak të pakënaqësive të shumta, kreu më i lartë partijak po shqyrton seriozisht mundësinë për ndrimin e shumicës së ministrave dhe zëvendës ministrave. Megjithatë, të parët që ndodhen në listën e ndryshimeve janë zëvendës kryeministri për marrëveshjen e Ohrit, ministri i arsimit, ai i ekonomisë dhe ministri i drejtësisë. Megjithatë, nuk bëhet e ditur nëse në lojë është kthimi i ministrave të mëparshëm. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani thotë se tema e ndrimit të ministrave ende nuk është hapur në parti. Sipas tij, gjithçka do të varet nga rrjedha e negociatave për organizimin e zgjedhjeve dhe nga marrëveshja për formatin e qeverisë që do të organizojë procesin elektoral. Nuk është biseduar ajo temë. Domethënë duhet filloj procesi i bisedimeve ndërmjet partive politike, të shifet se në çfarë kohë do të zhvillohet procesi edhe pastaj do vendoset se çka më tutje. Deri atëherë gjithçka është spekulim, është paragjykim i situatës. Ne nuk duam të paragjykojmë epilogun e bisedimeve eventuale. Jo zyrtarisht mësohet se emrimi i kuadrove pa eksperiencë politike në ekzekutiv në kohën kur vendi përballet me një krizë të thellë nuk është mirëpritur as nga diplomatët e huaj, të cilët ja kanë shprehur pakënaqësinë e tyre kreut të partisë. Ndërkohë BDI thotë se po angazhohet për rikthimin e dialogut për zgjidhjen e krizës dhe për një takim të ri liderësh. Integristët kërkojnë që qeveria për organizimin e zgjedhjeve të ketë mbështetje të gjerë dhe në të përfshihen 4 partitë kryesore në vend.